Kampioni i boksit Nelson Hysa ka zgjedhur edhe këtë verë plazhin e Velipojos për të kaluar pushimet, duke cilësuar atë si një nga destinacionet më të mira të sezonit veror në Shqipëri. Me investimet e realizuara dhe maset e marra për mbarvajtjen e sezonit turistik, Velipoja po mirëpret çdo ditë mira vizitor vendas dhe të huaj, duke u konfirmuar si një nga destinacionet më të preferuara të verës shqiptare. Po thuaj se çdo vit jam në plazhin e Velipojës bashkë me familje. Normalisht kryejmë stërvitjet tona, ritualin stërvitor, si përsa i takon kohës pjesë pushimeve, normalisht që është pjesë e pushimeve dhe stërvitja jonë. Them vërtetën ky vit është shumë ndryshe. Them që nga koordinimi, cilësia që ka këtë vit, që nga pastërtia rëndës, normalisht na jena dashamirës, na e do në Velipojën, e do në Shkodrën edhe pse jo, kur dikush punon për Shkodrën, më vjen me vlerësu, edhe normalisht që du me vlerësu dhe du me falenderu kryetarin, që na e bën Velipojën e Shkodrën më të bukur e më të mirë. Po thuaj se shumica e gjithë djemve shkodran që jetojnë dhe bëjnë sport jashtë, i shoh që vinë Velipojë e frekuentojnë. Përmes një mesazhi, Hysa fton të gjithë qytetarët dhe pushuesit të vizitojnë Velipojën, e cila këtë vit vjen me më shumë hapësira publike, plazhe të pastra, siguri të shtuar dhe kushte më të mira për familjet. Po gjithashtu unë kam thirrje për gjithë ato që nuk kanë ardhur në Velipojë, i bëj thirrje me ardhë me pa Velipojën, me shiju natyrën, ujin, çdo gjë të mirë që ka Velipoja, dhe besoj që do mesin shumë kënaqur dhe çdo vit do jenë pjesë e Velipojës ashtu siç janë çdo vit.